Pavlefshmëria e fletëve të votimit është një problematikë e zakonshme e zgjedhjeve në Shqipëri, por në votimet e 11 majit u vorres se fletët e pavlefshme ishin më pak, duke qenë se këtë vit në fletën e votimit në të njëjtën kolon me emrin e partisë ishin të listuar emrat e kandidatëve për deputet sipas qarqeve dhe nuk ishin vetëm e numra si në 2021-shin, qytetarët duket se kanë pasur më të lehtë të votojnë sakt. Deri më tani nga 1.461.258 vota brenda vendit, vetëm 3.7% kanë dalë të pavlefshme. Në total janë 55.463 vota të shpallura të pavlefshme për arsye të ndryshme. Sipas raportimeve, një pjesë e votave të pavlefshme ishte e qëllimshme, me një X në gjithë fletën apo me shkrime të ndryshme ose lënë e bardhë, por ka pasur gabime në votimin e njërës parti dhe kandidatin e një partie tjetër, apo vot për dy kandidat në të njëjtën kolon. Qarqet me numrin më të madh të votave të pavlefshme ishin Tirana, Elbasani, Fieri dhe Durrësi, ndërsa Gjirokastra, Kuksi dhe Lesha kanë pasur më pak vota të pavlefshme. Në parlamentaret e 2021-shit votuan 1.6 milion shqiptarë dhe 5% e votave dolën të pavlefshme, ose rreth 83.000 vota. Zgjedhjet e prillit të para 4 viteve shënuan edhe numrin më të madh të votave të pavlefshme në rang kombëtar. Qytetarët në zgjedhjet e kaluara u ngatëruan tek numrat, ndërsa këtë herë patën më të lehtë procesin.